Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, vazhdojmë bisedën për ndalimin e zotit Haradinaj. Tema është ndalimi i zotit Haradinaj në Francë dhe shtyrja e vendimit nëse i njëjti do të estradohet ose do të lejohet të kthehet në shtëpi. Natyrisht gjatë kësaj bisede mësuam që ai edhe mund të gjykohet në Francë, siç e tha profesori. Dënek ne po fokusohemi pak te faji që Franca e ka dhe pse Franca e ka ndalu. Tek e fundit atje ka mujt dikush një polic që mund të jetë alarmuar në një moment dhe t'i ketë njoftu organet edhe tash ka fillu procedura dhe procedurën duhet ta presin deri në mbyllet. Por faji i madh është tek institucionet e Kosovës, sepse institucionet e Kosovës nuk do duhej sot të ishte asnjë person që kërkohet për motive lufte, për motive politike të luftës nga Serbia. Nuk do duhej ne të futeshim prej 2013-s në negociata për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, to e pas Ramush Haradinajin në listë të kërkimit të Interpolit. Me çfarë morali niset një president dhe një kryeministër i Kosovës për të shku dhe për të negociu me Serbinë, kur liderin kryesor të opozitës e ka të kërkuar prej Serbisë. Nesër Haradinaj mund të bëhet edhe bartës i pushtetit politik. Ka qenë bartës i pushtetit politik, e ka lënë pushtetin për të shkuar në një proces nga i cili ka dalë i pastër. Sot ai gjendet në që kanë hequr 100 tjerë, sigurisht të rëndësishëm njerëz të Kosovës. Po pse s'është Haradinaj duhet shtrohet pyetja? Pse ngeli Haradinaj brenda në listë? Kush ka qenë në listë më e rëndësishëm se Haradinaj? Po themi, mund ta kenë konsideruar veten ja 3-4 vetë më të rëndësishëm aty që e kanë çuar kërkesën për ta heqë veten nga lista. Por fakti që Haradinaj ka ngel në listë, qoftë edhe në 20-shën e fundit, përbën një precedent të keq, përbën atë që njerëzit edhe mund të kenë kalkuluar politikisht në mënyrën se si i kanë quar listat për të shqyrtuar dhe për të anuluar këto fletareste. Prandaj mendoj unë që ky proces duhet të menaxhohet, deri më tani po menaxhohet nga populli i Kosovës tash edhe me kontributin që Haradinaj po jep duke mos i dhënë, po themi, asnjë lloj konotacioni të brendshëm politik kësaj çështje. Ai vetëm po thotë që Serbia mbetet armiku i tij, mbetet armiku i shqiptarëve dhe do ta marrë përgjigjen sa herë do të kërkohet prej tij. Unë besoj që kthimi i Haradinajt në Kosovë do të ndryshoj shumë çka në politikën e Kosovës. Ndalimi i Haradinajt sot e ka vu në dyshim legitimitetin e negociatave me Serbinë, por ne me Serbinë negociojmë, bëjmë kompromise, krijojmë asociacione. Si do ta ndryshoj këtë realitet politik që thatë Kosovë? Po si më thon, Haradinaj nuk është rastësisht kundërshtari kryesor i kompromiseve të fundit politike që janë bërë me Serbinë. Përveç demarkacionit me Lezi, ai është paktën si pjesë e opozitës dhe si njëri nga zërat kryesorë të opozitës ka qenë dhe besoj do të jetë kundërshtuesi i Bashkisë së Komunave Serbe. Pra ne shkojmë në Bruksel edhe e bëjmë një kompromis për një bashkësi e cila rrezikon të jetë pushteti ndërmjetëm Kosovë dhe neve na ndalohet me rifuqizimin e kërkesës nga ana e Serbisë, njeriu që ka qenë kundërshtari kryesor i Bashkisë së Komunave Serbe. Ne e dimë që akcioni opozitar, qoftë ai me gaz lëcjelës, qoftë ai pa gaz lëcjelës, Haradinaj e ka pas, po themi, njeriun e fortë, e ka pas moralin. Dhe duke u godit Haradinaj, ndër të tjera u godit edhe një pozicionim politik i mbajtur në Kosovë të paktën që një vit. Po flasim do ne për një proces politik, për ta saktuar, se ne bëra një pyetje ai kushtoi, domethënë ky sistem. Rikthimi i Haradinajt në Kosovë, besoj që do ta bëj Haradinajin akoma më të ndjeshëm ndaj kundërshtarëve të tij politik, aktualisht që janë në pushtet. Që në këtë rast bëhet fjalë për Thaqin dhe për Mustafën, që do të thotë se Haradinaj, unë besoj do të jetë akoma më i pa kompromis. Veseli sa ka filluar gravitimin e tij në politik dhe nuk besoj që është armiku numër 1 i Haradinajt në Kosovë. Mirë, desha ndërlidhem tek pozicioni, tek kjo pjesa e refuzimit kategorik që ta tek pjesa e bërjes opozitë në raport me demarkacionin, edhe asociacionin, edhe në rrethonat kur i njëjti ka qenë një kërkesë ekskluzive, sidomos amerikane, pastaj edhe evropiane. Kujtojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisë një mori kërkesash, kanë pas edhe sekretarin e shtetit në Kosovë që ka përçuar një, pastaj ka qenë zonja Nullan që ka në Kosovë, ka përçuar vazhdimisht mesazhe që demarkacioni duhet bëhet, asociacioni duhet bëhet, sidomos kanë qenë zëshëm në raport me demarkacionin.
si e interpreton këtë dënim? Tash ju po doni të thoni që me që Haradinaj është në grupin opozitare cila nuk është dërzuar edhe për kundër presionit Amerikan, pas kanë ndodhur një farë konspiracioni që ju pas kanë thënë francezëve që po ju ardhë rasti ndalon e Haradinaj që t'i hakmerë me ati, pra të kështu po i bie kjo punë. Jo, nuk e thash kështu, unë e thash, në rrethonat kur... Haradinaj ka 10 vite që nuk është në pushtet politik. Dhe nuk ka morë pjesë në asnjë kompromis që është bërë për ta bërë Kosovën kështu siç është bërë. Që do të thotë Haradinaj është kartë pa konsumuar politike, e cila luftohet nga brenda fuqishëm. Edhe kjo pengesë që ati u shkaktue, se Haradinaj e din që e ka Serbin armik, por do miq të tij në Kosovë do duhej mja hek e amnin moti prej listës. Dhe nuk ja kanë hek. Po, zot Ibrahimaj? E the që i citove shumë emna që kanë thonë duhet më bo demarkacioni dhe Zjednica. Edhe unë po them që duhet më bo edhe demarkacioni dhe Zjednica. Po asë një prej liderëve që i citove nuk e kom një që ka thonë në këtë formë që është duhet më bo. Po ta them që duhet më bo demarkacioni jo me Molin e Zi, duhet më bo edhe me Serbin, duhet më bo edhe me Shqiprin. Po janë këtë formë. Edhe unë nuk jam që mësë më bo në asociacioni komunave, por jo me këto kompetenca. Profa tha një pushteti tretë, po realisht mi përkthy i bja një Republika Serbska. Kërkush nuk është kundër minoritetit serb, që me konë trajtum në një formë reale, por jo a e me konë ekzekutiv. Dhe asë njëherë nuk e kom një lider që ka thonë në këtë formë që është që shtu duhet me kalu. Zotni Berisha? Po shumë është proklamun ato që ndërkombëtarët po thojnë apo ndërkombëtarët po kërkojnë. Është normal që ndërkombëtarët apo çdo mik i Kosovës ka sugjeruar që po duhet më kry demarkacioni. Mirë po marrëveshjet për demarkacionin kushdo që është real, kushdo që e njeh territor, kushdo që ka vizituar vend, kurdo që është marrë me hulumtimin e çështjeve për demarkacionin, shumë profesionistë Kosovës e dinë që me demarkacionin apo me marrëveshjen për demarkacionin Kosova humb territor. Dhe nuk ka mik ndërkombëtar që thotë po pranone që Kosova të humb territor. Sigurisht që ata sugjerojnë që po demarkacioni duhet bëhet, mirë po duhet bëhet drejt. Dhe kjo marrëveshje nuk ka qenë e drejtë, pasi që përmes saj humbet shumë territor. Edhe asociacioni, sikur mos t'i shkon rezistenca e madhe, opozitës, sot ne kishim një asociacion me kompetencat e një ministeti, me shumë ingerenca ekzekutive, jo vetëm një pushtet i tretë, i ndërmjetëm, po një pushtet pothuajse me një autonomi të caktuar, një regioni të caktuar të Kosovës. Dhe pikrisht qëndrimi, po them të opozitës, po kryesisht qëndrimi jashtëzakonisht i fortë i zotit Haradinaj në këtë aspekt, ka bo që këto dy marrëveshje shumë të dëmshme për Kosovën të mos realizohen. Dhe normalisht që këto që kanë qenë pretendimet të tjera për Kosovën... Megjithatë, Berisha, du të ndërhyj këto. Vazhdon të ketë një sistem edhe më tej të faktorit ndërkombëtar, por edhe faktorit brendshëm politik në Kosovë, që asociacioni dhe demarkacioni të kryen. Sidomos pas heqjes murit është bërë goxha aktuale kjo puna asociacionit, lista serbe tashmë veç ka kërkuar që si kundër vlere asoj humbje në thojzat që pësoj atje, duhet bërë asociacioni. Në marrëveshjet... A nuk kupton kjo që ne praktikisht po futemi prapë një ngërç politik, një ngërç të ri politik në kuvendin e Kosovës? Marrëveshjet që po bëhen me Serbin, do të thotë janë quajt marrëveshje teknike. Mirë po vazhdimisht kanë qenë marrëveshje me konotacion caktuar politik. Gjithmonë kur diskutohet me një shtet tjetër për çështjet mbrëmshme tuat, atëherë vetëm ti e bën pjesë përbërëse të shtetit tanë një shtet fësin. Kështu që edhe asociacioni është normal që me pakun aktisarit parashit që të krijohet një asociacion. Po një asociacion
me kompetenca si që ka edhe asociacioni i komunave të Kosovës. Në qoftë se krijohet si i tillë, atëherë normalisht që do të ishte i pranueshëm, po jo me kompetenca apo me ingerenca çfarë i ka pas me marrëveshjen të nënshkruar në Bruksel. Dhe tani është e qartë që Kushtetuta e Kosovës e ka dhënë mendimin e vet. Dhe gjithë ato që ka janë në kundërshtim me Kushtetutën i ka shpallë si të pa vlerë. Do të thotë në shumë nene të asaj marrëveshjes të shkel Kushtetuta. Prandaj ajo marrëveshje duhet të jetë e shpallur zero dhe çka do që bëhet tani në Kosovë, qoftë në asociacionin, qoftë në statutin, duhet të bazohemi në Kushtetutën e Kosovës. Dhe duhet të bazohemi në atë që ka lejon Kushtetuta e Kosovës, që ka lejojnë ligjet e Kosovës për asociacionin. Dhe si i tillë, asociacioni do të jetë i pranueshëm për gjithë, mirë po vetëm bazuar në Kushtetutën dhe në atë që ka parashek Kushtetuta e Republikës Kosovës. Ndërsa sa përket demarkacionin, demarkacioni ka pas mundësi të votohet, të hudhet poshtë me një shtator. Ka qenë mundësia qeverisë Kosovës. Vetë qeveria ka sjellë në Kuvendin e Kosovës. Pse e tërheq? Pse ka tërheq? Ka tërheq pasi që jo vetëm opozita, po dhe shumë deputet pozitës janë të bindur që është marrëveshje dëmshme. Dhe shumë njerëz që e njohin atë territor, për ta është e pamundur të votohet pasi që nuk është një vendim i lehtë, pasi që me këtë vendim nuk është vendim që tangon një mandat qeverisës, po që tangon me vite e shekuj Republikën e Kosovës dhe Shtetin e Kosovës. Kur jemi te kjo çështje se jemi në fund në pastaj temat e serbe, desha them që politika në Kosovë varet totalisht nga dinamika që e jep Serbia. Ne kemi ditur sepse kemi nënshkruar marrëveshjen për ta themeluar Bashkinë e Komunave Serbe. Çfarë bën Serbia? Del dhe ndërton një mur, e bën murin temë të bisedimeve, shkon atje në Bruksel dhe lu në rolin ja unë tërhoqa, pavarësisht që shqiptarët deshtën me shku me rënu murin atje dhe me i vra serbët, ne prapë rujtëm paqen në Kosovë e tjerë. Me që erdhua murin, do na i bëni Bashkinë e Komunave Serbe. Ju prim proceseve. Pra ju prim proceseve dhe tash ata shkojnë disi të frustruar dhe të friksuar në Bruksel dhe i thojnë Brukselit, nëse Kosova, Prishtina nuk e formon Bashkinë e Komunave Serbe, do ta formojnë vetë. Pse nuk e mori iniciativën Prishtina me formu Bashkinë e Komunave Serbe? A e mori një vendim të gjykatës kushtetuese ku e mori vesh se ku rrezikon me shkel Kushtetutën? Pse nuk u themelu statuti sipas vendimit të gjykatës kushtetuese dhe ne me i pri themelimit Bashkisë Komunave Serbe dhe mos me lanë që bashkësia të themelohet pas murit. Por si duket, qeveria jon me murin, me ta ashtu quajturin ndalimit trenit, po mendon që e ka krijuar një farlloj kredoje morale që me thonë që na tash i bënëm disa veprime kundër Serbisë, na duhet pak me lshu pas Serbisë edhe me jau kriju Bashkinë e Komunave Serbe, qysh ata po kërkojnë, po në farë forme këtu problemet janë të mëdha. Unë mendoj që kjo qeveri dhe ky pushtet, ky konstelacion i pushtetit do të merra sa më shpejt. Duhet një frymë e re, duhet një vizion i ri në qeverisje. Aktualisht Kosova nuk ka lider. Përveç Thaçit që i bën makinacionet e veta politike, se ai është njëri që jeton nga makinacionet politike, nuk e kemi Ati pja pranojnë gjithë dhe nuk jo për makinacione politike. Jo, po ja pranojnë për makinacione politike. Nuk e kemi parë kryeministrin e Kosovës të drejtohet popullit. Këto 2-3 javë ose një muaj të fundit populli ka qenë tension. Portalet e pushtetit dhe portalet që s'morin vesh nga interesi kombëtar na e bën luftë në Kosovë. Edhe njerëzit fillun me ndi një farloj gjendje stresi, edhe lehtë mundet mu provoku situata në këto raste. Do duhet me dalë kryeministri edhe me thonë popull, këtu është shteti, këtu është qeveria, këtu është policia. Doli presidenti e bëri këtë rol tani. Presidenti disi është i pabesueshëm në këtë rast, prandaj po them, do duhet dilte kryeministri se ajo vesh me shtetin. Facebookit mas 12-19 nuk i drejtohet popullit përmes Facebookut, por do duhet me thonë popullit, këtu jemi. Nëse do të ketë nevojë për luftë, do t'ju themi, po s'ka nevojë për luftë. Kjo është situatë e imponuar nga Serbia, ju rini të qetë, çdo incident është incident që provokohet nga Serbia, sepse tek e fundit as Haradinajt atje në Francë nuk i konvenon asnjë incident në Kosovë, që mund të ishte në raport me serbët, se më thonë Serbia, ja, këta janë ata që ne i kemi akuzuar, ja u kemi në dorë flet arrestet, po themi, ky vend nëse arrin me kalue shkurtin edhe gjysën e Morsit, do të me shku në zgjedhje të reja edhe do të me ndru ftyrën politike, sepse i vim vizion i ri politik. Që rolli, po kthejmë edhe njerë tek teoria jote për të mbyllë të, ishte një momentum i veçantë
gjatë qëndrimit Haradinaj në Francë, me se ju referove raporteve mes lindjes edhe perëndimit që kryesisht drejtuar nga dy superfuqi që janë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, Gjerësoj njëti po mbaj detyrueshëm brenda territorit francez si rezultat i krimeve të pretenduara në Kosovë, krimet të pretenduara të Serbisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ati lejuan një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku edhe ishte i ftuar në ceremoninë e inaugurimit. Amerika është shumë e ndihshme, po domethënë që ka rritë këtë ndjeshmëri, sidomos edhe tash në raport me figura, me personalitetet që janë përfshira në krime lufte dhe në krime tjera të cilat janë pretenduara ose të kualifikuara si krime kundër njerëzimit. Çka do të thotë kjo? Përderisa Amerika e pranon, ndërsa Evropa në anën tjetër ose një superfuqi evropiane e bën brenda me primet pretenduara. Amerika do të jetë shumë e ndjeshme ndaj të korruptuarve tash e tutje. Është konstelacion goxha i komplikuar global për me kuptu se pse zotë Haradinaj... Ta thash me shka, sepse këtë teori dhe më duhet ta mbyllim me ju. Unë tash konstelacioni është ky. Nëse zotë Haradinaj është ftu në Amerikë dhe nën tjetër është dalë në Francë, nuk du të besoj edhe rrëzoj empirikisht tezën që ato kanë pas marrëveshje me lujt ping-pong njëna me tjetrën, Franca me Amerikën. Sepse nuk mundet me besu kërkush në teori tilla të konspiracionit, kur administratat po ndroheshin, dhe sigurisht ftesa për zotit Haradinaj nuk di çfarë formati ka qenë, nuk du të spekuloj pavarësisht nëse ka qenë nga ekipi i zotit Trump apo ka qenë ftesë private, thuj se për me marrë pjesë. Unë kam qenë në inaugurimin e dytë të zotit Obama në vitin 2013, në 21 janar, por kam qenë kapacitet absolutisht privat. Kam qenë student në SHBA dhe kam marrë pjesë në shesh. Por zyrtarisht nuk di tash kjo me qenë shumë i saktë përgjigje. Franca, unë nuk e kam pa, prandaj nuk po lëshohem aty. Po mendoj nuk e kam pa edhe atë publicitet zotit Haradinaj. Franca duhet Franca është vendi i parë i Bashkimit Evropian që ka njoftë Kosovën, 48 orë, fakt 24 orë mas shpalljes pavarësisë, me 18 shkurt, 2008. Franca është vendi i parë, presidenti Sarkozy, i cili një javë para se më shpall pavarësia, ka shku me një shkollë franceze në periferi të Parisit dhe ka thonë që po ndryshon harta e Evropës. Franca gjithsesi është aleat i Kosovës, Franca është e ndarë në kuptimin e mbështetjes financiare për Kosovën, por diplomatikisht Franca është aleat shumë i rëndësishëm për Kosovën. Fundja Franca është antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit. Gjermania është financues më i madh i Kosovës, por Gjermania s'mund të jetë për shkak të gjunave që i paguan ende nga koha e luftës së dytë botërore, nuk është antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit. E kështu që Franca është aleat i natyrshëm i Kosovës diplomatikisht, por që këtu kemi të bëjmë me një procedurë juridike për shkak të një kërkese të çmendur të Serbisë, ose totalisht çfrenume për ta mbajtur Kosovën pezu. Serbisë nuk e intereson Verio Mitrovicës. Serbisë nuk e interesojnë serbët e Kosovës, Serbisë e intereson zhbërja e entitetit edhe mbretësisë quajtur të Republikës Kosovës. Serbia është më e interesuar se Kosova me u bë Shqipni këtu. Për momentin. Me u do, m'ja marr Verion, m'ja ndo çat pjesë cilën ajo e pretendon për shkak të Trepçës, ndoshta për shkak të Ujmanit, për shkak të koncentrimit më të madh serbe, dhe duhet me u lidhë empirikisht për me bënë një studim prej vitit 99, pse po vazhdon mos me ushtri efektiviteti. Sot drejtën dhe marrëdhënien ndërkombëtare nuk është i rëndësishëm sovraniteti, sepse sovraniteti lidhet me kufi natyral, po është efektiviteti. Nëse me pyetja jote është $1 milion, unë nuk kam mundësi për me u pyet pyetje konspiracioniste, kështu që po t'ja për relacion të pastër që Serbia është e ndame dhe kemi tash zona publik që për ndamjen e Kosovës. Duhet me ju adresu elita politike. Nuk është e imja për me SHBA-ja ushtron politik vizash, domethënë kur don të etiketoj politikanët nuk ja jep vizat, po e shohim rastin në Shqipëri se si po heq vizat politikanëve. Haradinaj nuk ja ka heq vizat, se s'ka arsye pse më ja heq. Faleminderit që ishin politik në Tribuna Channel sonte. Nasis gjithmonë. Të nderuar shikues, kaq kishim për sonte, u bisedua për ndryshim të kufish në Ballkan, pjesë të cilës domethënë ose siç u shtrua në këtë bashkëbisedim, ose faktor
ose Kurban, u tha, mund tjetë edhe zote Haradina e së dalimit i në Francë, u tha po ashtu, që këthimi Haradina në Kosovë do të ridimenzionoj skenën politike të Kosovës, natyrisht do të ndryshoj edhe konstelacionin e brendshëm politik. Se çka realisht do ndodhë, mbetet shihet, siç na mbetet të shihemi të takohemi neve bashkë në Tribuna Channel me politikë të martën e javës tjetër. Deri atëherë, mirëmbëjtje.